Beogradi zyrtar po sinjalizon një kurs të ri në politikat e mbrojtjes duke paralajmëruar rritje të buxhetit dhe performancën e kapaciteteve ushtarake. Presidenti Aleksandar Vučić theksoi se zhvillimet e fundit në rajon, veçanërisht afrimi i bashkëpunimit ndërmjet Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit kanë shtuar shqetësime për balancën e sigurisë në Ballkan. Gjatë qëndrimit në Myni, ai deklaroi se ende pres sqarime zyrtare për qëllimin e marrëveshjes mes tre vendeve, duke lënë të kuptojë se Serbia e sheh këtë koordinim si një lëvizje me ndikim të drejtë për drejtë në interesat e saj strategjike. Sipas tij, autoritetet serbe do të analizojnë me kujdes çdo hap të ri dhe do të marrin masa për të forcuar mbrojtjen kombëtare. Vučić njoftoi se do të zhvillojë takime me drejtues të shtabit të përgjithshëm dhe të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe do të inspektojë nga afër kapacitetet e industrisë ushtarake vendase. Një pjesë të konsiderueshme e prodhimit, rreth 30 deri në 40%, do të dedikohet për furnizimin e forcave të armatosura serbe me synim rritjen e gatishmërisë operacionale. Nga ana tjetër, bashkëpunimi mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë u formalizua përmes një deklarate të përbashkët për sigurinë dhe mbrojtjen, që synon forcimin e stabilitetit në Europën juglindore. Ministrat e mbrojtjes të tre vendeve kanë zhvilluar takime të njëpasnjëshme për zbatimin e marrëveshjes, ndërsa këtë vit pritet të organizohet edhe një stërvitje e përbashkët ushtarake.